Drejtori i Ekurudhës shqiptar Ergyz Verdho ka deklaruar se aksi i Ekurudhës në kuadër të korridorit të 8 do të mbetet i njëjtë, ndërsa projekti do të përfshijë përmirësime teknike dhe ndërhyrje të thelluara infrastrukturore. Sipas tij, gjurma e linjës nuk do të ndryshojë, por do të ketë përmirësime të rrezeve sipas rekomandimeve të konsulentit. Ai theksoi se në rast se veprat ekzistuese rezultojnë të amortizuara apo të papërshtatshme, ato do të shëmben për të zëvendësuar me struktura të reja. Aksi i Ekurudhës do jetë i njëjti, me përmirësime të rrezeve çfarë konsulenti ka shprehur. Dhe nëse se gjithë veprat janë të prishura, ose do vendosin vepra të reja, ne do t'i prishim ato ekzistuese për të bërë një korridor 8 i cili është komplet i ri. Siç e kam shprehur në kryeterës, gjithë veprat e artit do revizionohen. Tunelet do zgjerohen për shkak se korridori 8 do jetë i elektrifikuar dhe gabaritet që tunelet e vjetra kanë nuk janë të nevojshëm për pjesën. Për sa i përket rrëshqitjes në Dragostur, ky vend do jetë ai çfarë ne do ta mësoj për gjithë skarpatat dhe gjithë prendës që janë në këtë zonë, duke parë mundësitë e gjeologjive të shtuara. Dhe kjo na ka dhënë një mësim të jashtëzakonshëm për të parë në të ardhmen gjithë projektet e ardhshme. Lidhur me rrëshqitjet në zonën e Dragostunjës, ai tha se kjo situatë do të shërbejë si një mësim i rëndësishëm për trajtimin e të gjitha skarpateve dhe përrenjve në këtë segment, duke marrë në konsiderat edhe faktorët gjeologjik të zonës.